Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë një konference për shtyp, bëri publike pjesë nga dosja hetimore që lidhet me zëvendës kryeministren Belinda Balluku, ku ajo shfaqet në komunikime me Evis Berberin lidhur me proceset e supervizimit të Unazës së Madhe. Sipas Berishës, bisedat tregojnë diskutime mbi hapjen e kontratave të supervizionit, afatin 3 vjeçar të tyre, si dhe pasojat financiare dhe vendimarrjen për nisjen ose jo të procedurave të reja. Nga komunikimet del shqetësim për numrin e kontratave të hapura për mirëmbajtje, si edhe pakënaqësi për mungesën e informacionit mbi veprimet e ndërmarra pa dijenin e Ballukut. Në këto shkëmbime përmendet edhe emri i kryeministrit Edi Rama, ndërsa Balluku shpreh kritika të ashpra ndaj Berberit, duke akuzuar se ka vepruar pa u koordinuar me të dhe duke vënë në pikpyetje zgjatjen 3 vjeçare të kontratave, të cilat ajo i konsideron të pajustifikuara financiarisht. Balluku i dërgon Berberit edhe një fotografi nga sistemi elektronik i prokurimeve, kur e nditen procedurat e shpallura nga Autoriteti Rrugor Shqiptar për supervizimin e mirëmbajtjes së akseve rrugore në të 4 rajonet e vendit, si dhe një procedurë shtesë të miratuar me vendim qeverie. Pas këtyre komunikimeve, sipas dosjes, Evis Berberi vijon kontaktet me një shtetas tjetër përmes aplikacionit WhatsApp, duke zgjeruar rrethin e komunikimeve të përfshira në hetim.